Konsiderojnë të tjerët, pra, Lidha Demokratike e Kosovës tha që ne, kryetari i saj, pra tha që ne, ajo çfarë ka ofruar në një farë forme lëvizjeve të vendosje për të bashkëqeverisë, nuk është proporcionale dhe është pak ofenduese dhe LDK-ja nuk bëhet pateric. Po, nuk e di se si të mund bëhet LDK-ja pateric, kur LDK-ja në kohën kur ka pasur 30 deputet, e ka dhënë edhe kryetarin e kuvendit edhe presidentin. Kurse tani ka vetëm 18 deputet. LDK-ja në kohën kur i ka pas 30 deputet, ka bërë lëshim edhe për kryetarin e kuvendit, edhe për presidentin. Pra ka marrë kryeministrin. Ka marrë, po në rregull. Pozitë më të pushtetshme në vend. Po në rregull edhe ne pe kërkojmë kryeministrin dhe po japëm këto pozita. Mirë, po tash është dallim i madh. Jo po japni, ju po thoni, po e qesëm dikë që na shkon për shtati. Janë 18 deputet. 12 më pak se kur e ka bërë këtë kompromis Lidhja Demokratike e Kosovës. Po por duhet bëni një kompromis, a duhet bëni një kompromis pak më të madh që të shmangni zgjedhjet pra? Po konsideroj se nuk ka kompromis më të madh se kjo lëvizje vendosi. Po thot një president konsensual, po thot kryetarin e kuvendit. Konsensual me kë? Pra sepse e kemi të qartë një gjë, pozicioni i Aleancës dhe pozicioni i PDK-s është në një farë forme tash për tash jo bashkëpunues. Pra, a e konsideroni konsensual nëse 18 deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës u dhënë mbështetjen për një president konsensual dhe ju i keni dikun 61-62 vota, sa i keni 62 vota që i keni si shumicë. A shkoni me këtë formulë për ta zgjedhur presidentin apo pse jo, nëse dy liderët pajtohen sot apo në ditët në vijim për një president konsensual, dhe ne kemi janë numrat për 80 deputetëve, pse jo, pse mos ta zgjedhim një president konsensual. Herën e kaluar zoti Kurti thoshte që nuk na duhen 80, na duhen më shumë, se kemi punën pick si thënë ai. Një mungon dhe shka. Kurti herën e kaluar, si duket i vinte keqja, u thoshte trosh Lidhjes Demokratike të Kosovës se ju nuk i keni të gjithë deputetët. Mirë, po kjo me kalimin e kohës dhe çdo ditë po e kuptojnë edhe qytetarët e Republikës së Kosovës, sepse në të njëjtën ditë kur lideri i Lidhjes Demokratike të Kosovës del në një konferencë dhe tregon se janë të gatshëm për një president konsensual, po në të njëjtën ditë, pas 2 orëve dalin deputet të LDK-s ku bëjnë sharje dhe ofendime për kryeministrin Kurti.